Rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë te tema e ditës. Do flasim për këtë debat që lidhet jo vetëm me politikën, por edhe juridik që ka filluar mes majorancës dhe drejtësisë së re, një debat i cili ka përfunduar edhe në gjykatën kushtetuese, por që po vjon me kërkesën më të fundit që SPAK i ka bërë edhe kuvendit për të hequr imunitetin dhe për të shkuar më pas drejt arrestimit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Pikërisht për këtë do flasim me avokat Edmond Petraj. Petraj, faleminderit, kënaqësi që të kam në rreth. Dua të futem me njëherë në temë, si e ke parë të gjithë këtë diskutim, duket që ka një lloj tension mes palëve, mes pusheteve. Shiko, nuk është se ka një tension midis pusheteve, por problemi është që në marrëdhënien juridike njëra palë, e cila është pala që mendohet që është e prekur në këtë rast që është krijuar një shkelje në thonjza kushtetuese, është pjesa e qeverisë, e cila nuk e pranon dot se si një institucion i rëndësisë së veçantë, një marrëdhënie mes një institucioni të drejtësisë të nivelit tjetër kushtetues dhe Këshillit Ministrave, që është prap një seksion kushtetues, të bëhen gabime të tilla që t'i kërkohet pezullimi një ministri, ndërkohë që ligji nuk e parashikon. Gabim se themi dot, Petraj. Jo, një sekondë. Jemi ende herë, do ta thotë gjykata kushtetuese. Ta mbarojmë. Se duhet që t'jem korrekt me gjitha palët. Korrekt po them dhe unë. Problemi është ky. Nuk pezullohet një ministr. Ministri ose një sekond, nuk ka vakum sepse nuk ka vakum ligjor dhe nuk e përcakton dot një institucion përveç kushtetues dhe parlamentit. Problemi është ky, që një institucion i cili kërkon në rastin e fjalë ka nxjerrë një vendim që thot dua kërkoj pezullimin dhe është dhënë ky vendim, ai vendim është i pa ekzekutueshëm. Para njerëz sepse jemi në momentin që një ministër vetëm emërohet dhe shkarkohet. Nuk pezullohet. S'ka ministër që ta pezulloj kushtetutën. Nuk ekziston. Mirë, ato ta saktoi gjykata kushtetuese. Po nuk ekziston. O emërohet o shkarkohet. Pezullim s'ka ministri. Po mirë, dhe gjykata kushtetuese, s'm dua të jem korrekt, Petraj. Nëse ky është mendimi juaj edhe unë tjetër që gjykata kushtetuese do ta ndaj këtë vit demarkacioni përfundimisht, sepse derisa e pranoj këtë rast, ka diçka për të interpretuar. Ka diçka për të interpretuar dhe të gjithë gjyqtarët do japin mendimin e tyre, qofshin kundër, qofshin edhe pro. Problemi i gjithë marrëdhënies për këtë lloj kërkese qëndron në faktin sepse ministri pa kaluar se kush është ministri. Ministri është subjekt politik i emëruar, por është subjekt kushtetues, është edhe subjekt kushtetues. Është i dekretuar dhe i votuar nga institucionet më të larta të vendit. Dhe parlamenti ka fuqinë absolute në çdo rast. Është parlamenti që ajo është çështje që e ka gjykata kushtetuese. Mundi duhet të flasim këtu. Jemi këtu në këtë pikë. Kalojmë pak te kërkesa e dytë. Zoti Rama tha që pa u shkrir boja e vendimin të gjykatës kushtetuese, e marrjes në shqyrtim të gjykatës kushtetuese, menjëherë vjen kërkesë e tillë. Shikom, heqjen e imunitetit dhe arrestimin. Problemi është i tillë. Rruga për të cilën duhej të kërkonte struktura e posaçme ishte kjo që bëri dje. Kjo është korrekte, nuk ka interpretim, nuk ka diskutim. Nuk ka diskutim kjo lloj procedure, se këtë duhet të bënte. Po si është procedura? Pra, çohet një kërkesë në kuvend? Ne të dy e dim, po t'ja sërëm pa opinionin publik. Ka vajtur kërkesa në kuvend, ditën e premte mblidhet Këshilli i Rregullorës dhe Mandateve. Pas 3 ditësh fillon merret në shqyrtim ajo. Si kërkesë caktohet dita, ora, shqyrtimi i asaj kërkese, vën palët që do të njihen me japin argumentet e tyre. Patjetër do vej dhe subjekti që kërkohet heqja e imunitetit. Në këtë rast që zonja Balluku do marrë dhe mbrojtësit e vet ligjor, do njihen me dosjen. Të gjithë pjesëmarrësit në Këshill të Mandateve do pyesin, do replikojnë, do i kërkojnë sqarim strukturës posaçme ku e ka bazuar këtë situatë, dhe kjo është marrëdhënie për të cilën do të ketë ajo seancë, ndoshta mund të shkojë 1 ditë, 2 ditë ose 3 ditë. Nuk merret aty ajo, sepse në 6100 flet ajo do të shqyrtohet. 6100 flet është dosja? Që kanë çuar këta. Këtu flitet për 6100 flet. Kjo është marrëdhënia e voluminoze. Prandaj tha dhe gjykata kushtetuese që është një dosje voluminoze. Tani,
duke ecur më tutje. Dhe më pas Këshilli i Rregullues Mandateve bën një raport, dy raporte secili. Bën raportin dhe ja çon kuvendit. Pastaj në kuvend shqyrtohet i gjithë raporti. Aty pastaj kalohet në fund në rendin e ditës votimi. Votimi dihet se do dalë, se është e paracaktuar. Problemi është ky në këtë pikë. Nuk do të kemi ndryshim nga qëndrimi që do të ketë kryeministri në çdo rast. E para njëherë që gjykata kushtetuese vendos vijën e demarkacionit për sa i përket subjektive kushtetues dhe pjesa tjetër për pjesën e marrëdhënies së imunitetit mendoj që pa u pardosja mirë, pa u relatuar mirë, atëherë do të bëhet raporti përfundimtar që dhe kthejmë përgjigje, mund ta kthejmë edhe për 1 muaj, mund ta kthejmë për 2 muaj, mund ta kthejmë për 2 javë, mund ta kthejmë edhe 3 muaj, tregon që mbaron afati dhe që nuk ka interes kjo kërkesë që ka për strukturë posaçme, edhe nuk i përgjigjen fare. Nuk është domosdoshmërisht. Struktura posaçme mund të shkojnë në kushtetuese përsëri apo? Gjithsesi, problemi i marrëdhënies së shkarkimit kalon vetëm nga kuvendi, vetëm gjë që do bëj, do rikthej çështjen në kuvend. Do e detyroj heqja e imunitetit. Po, do ta rikthejnë në kuvend. Aty pastaj do bëhet interpretimi, debati i gjithë përfshirja. Unë kisha edhe te hapja. Shikon që ka tension mes palëve apo jo? Zoti Rama u ndal edhe te çështja e agjentëve të Byros Kombëtare të Hetimit, me patllake, pa patllake. Ajo është një marrëdhënie për të cilën ata persona kanë shkuar atë ditë te Këshilli i Ministrave për të komunikuar masën, për të dorëzuar vendimin e gjykatës. Në këtë moment atyri është kërkuar pjesa e dorëzimit të sendeve, se kështu është. Jo, dakor, procedurën e dim, po them, tregon kjo që ka një tension mes palëve ose një tendencë? Nuk besoj se ka në një tension, këtë të garantoj, thjesht, ajo për të cilën në Rama nuk e pranon, thot që si ka mundësi një gjyqtar dhe një prokuror të japin këtë, të bëhet një kërkesë dhe të japin një vendim të tillë. Këtë nuk e pranon dot sepse thot, sepse ai ka ekipin e juristave, flasim për Këshillin e Ministrave. Nuk flasim për një ndërmarrje, flasim për Këshillin e Ministrave që ka një ekip relatorësh të pjesa e jurisprudencës. Dhe ata me fjalë merren edhe me pjesën kushtetuese në këtë pikë. Kështu që kjo marrëdhënie nuk besoj se e ka zbeur atë përkraje të cilën Rama i ka dhënë dhe i jep strukturës posaçme. Por, marrëdhënia për të cilën ai shpreu, atë ditë kur shpreu dhe pjesën si pa kënaqësi ndaj strukturës, si pa kënaqësi ndaj BK-s, ka qenë momenti që e pranon dhe vetë, sepse ka një portal, Shqipëria që duam, dhe ku çohen të gjitha dokumentat nga subjekte, nga njerëz të ndryshëm të popullit, që kanë pretendime për çdo lloj vendimi, marrëdhënie me institucionin e tjera. Kështu që në këtë moment mendoj që do të kemi dhe një reflektim, do të kemi një situatë e cila do të fillojë një audit, për të cilën ne kemi folur edhe bashkë disa herë, që ka ardhur koha që të kemi një strukturë auditi për të parë pretendimet e çdo lloji qytetarit të Republikës Shqipërisë karshi institucioneve të drejtësisë. Dhe i tha, ne nuk do të hedhim poshtë marrëdhënien tonë që kemi me reformën në drejtësi, por ne do ta kontrollojmë sepse në këto 6 vjet janë shfaqur defekte, janë shfaqur probleme dhe qytetarët janë të pakënaqur për sa i përket një pjesë e vendimeve e tjera. Pra, kjo është një marrëdhënie të cilën nuk e zbe për krajen e qeverisë ndaj atyre. Shikoj, unë po të flasë jurist dhe mënyrën se si shikoj... Ajo më duhet, pa interpretim politik. Unë po të them që nuk shikoj ndonjë tension. Rama e tha, ne do ta mbështesim dhe as nuk diskuton. Por ka ardhur koha që çdo kush të mbaj përgjegjësi për ato 2 rreshta që shkruan dhe të marrë penalitetin e dur. Kështu që në këto kushte mendoj që sado në një forme edhe pse ka ndodhur kjo pjesë me zonjën Balluku apo me këtë pjesë të shkeljes së vijës së demarkacionit të cilën nuk duhet ta shkelë, mendoj që do të kemi një lloj hapësire tjetër të cilët gjykata kushtetuese do e vendosi vijën e demarkacionit
Dhe marrëdhënia me hetimin dhe refleksionet mendoj se do të kemi një formë tjetër. Kështu që unë në këtë pikë shikoj dhe kjo do të jetë marrëdhënia të cilën do të ketë Këshilli i Ministrave, Parlamenti dhe struktura posaçme. Mendoj që do të jetë një marrëdhënie që do t'i ngelet vetëm gjykatës. Do të dish diçka. Nëse mund të kaloj edhe te pjesa të cilën ne kemi administratorin e ri të strukturës posaçme. Po. Të zgjedhur. Klodian Brau. Dhe kjo pjesë është pjesa më e vështirë e strukturës posaçme. Cila pjesë? Kjo 3 vjeçar, i cili... Ky që lam në ndërtimin e zotit Dumani, apo ky që vjen? Ky që jemi, e di pse... Ky që filloi nga dhjetori. Themelet të cilët u vurën me zotin Kraja, që ai ka bërë një punë shumë të madhe, imazhin që krijoi korrekt dhe konkret Altin Dumani, flasim atë që është, ai dha emër atij institucioni, dhe hija e Altin Dumani në atë institucion, edhe kur mos jetë zoti Dumani në atë institucion, duam ai ngelin në histori. Dhe këtë të jemi korrekt. Plus, pjesa e integritetit të tia ngelet një nga aktorët kryesor të cilën dhe vetë strukturat e raportit ndërkombëtar me pjesën e reformës në drejtësi kanë treguar interes që në krye të strukturës posaçme të jetë vazhdimësia e zotit Dumani. Po ta shikosh në këtë marrëdhënie. Pastaj... Petra, megjithëse jemi te politikanë, se duhet të cek pak të gjitha, po. Jo, prit, se ta mbaroj se është finalja. Kjo marrëdhënie e këtij 3 vjeçari të vështirë do jenë këto 3 dosje. Meta, Berisha, Veliaj. Dosjet më të vështira, të cilat i ka përfunduar strukturë posaçme dhe do të kenë përballë gjykatës. Nëse gjykata... Me që jemi të këtë dosje, po, aty doja të kaloja. Pra, shkurtimisht, sepse jemi në 8-9 minutat e fundit të dosja Berisha, cilat janë akuzat që ka, se ndoshta njerëzit i kanë harruar, dosja Veliaj dhe mbyllim me zotin Meta. Shiko, korupcioni aktiv pasiv, për këtë çështje bëhet fjalë? Flasim për Berishën. Po. Pastaj, për zotin Meta, dihet se si është pjesa e... Zoti Berisha që ti marri me radhë, është për çështjen partizane. Për çështjen partizane. Zoti Meta është për çështdia. Çështdia. Është raporti se ka 3 kallëzime penale, zoti Meta. Kemi raportin çështdia, kemi kallëzimin për fshehjen e të ardhurave, kemi dhe pjesën e tretë, kemi lobimin. Pastaj te zoti Veliaj është më komplekse situata. Çfarë akuzash ka zoti Veliaj? 13 herë korrupsionin aktiv, shpërdorimin e detyrës, fshehje të ardhurave, pastrimin e parave, janë atribuar shumë element. Petraj, megjithëse jemi te zoti Veliaj, një kërkesë e Këshillit Bashkiak që të ishte i pranishëm për diskutimet për projekt buxhetin 2026, nuk e parashikon ligji, tha SPAK. Duhet ta lejonte apo? Ligji me të vërtet në kushtet që jemi, sepse nuk ka kaluar nga gjyqtari seancës paraprake, nëse do kishte kaluar nga i gjyqtar, atëherë ai mund të shkonte. Normalisht shkonte. Por, në kushtet që jemi, gjyqtari i seancës paraprake nuk e ka përfunduar shqyrtimin e dosjes së ardhur nga struktura e posaçme që ja ka deleguar atij dhe ai do të marrë vendimin. Kështu që jemi akoma në ajër të asaj dosje se nuk dihet se çfarë vendimi do marrë. Do i kthehet prapa plotësimet timesh, po dhe prap nëse kthehet prapa do t'i lejë vetëm një afat të caktuar, mund të shtojnë të tjerë, personazhe të tjerë brenda hetimit, por që edhe mund ta kalojnë në çështjen për gjykim dhe pra që ta sqarojnë për opinionin publik. Këto janë çështje që pavarësisht kanë kaluar seancën e parë, seancën e dytë, janë ende duke hetuar apo janë mbyllur hetimet? Jo, hetimet janë mbyllur. Personat janë thritur të pandehur. I është komunikuar akuza. Kjo vlen edhe për zonjën Balluku apo jo? Apo jo? Zonjën Balluku jo. Po është e pandehur apo jo? Është thirrur e pandehur, por jo domosdoshmërisht. Asaj i ka kaluar dosje. Ajo hetohet edhe për gjëra të tjera. Por, shiko, ka disa elementë të cilët janë shumë edhe të paqarta dhe i kapi shumë të paprgatitur situatën penale me pjesën e procedurës. Duhet të dish këtë. Sepse... Që do thot me terma sa më thjesht për njerëzit. Edhe njerë, neni 288 me që kape zonjën Balluku, nuk e jep elementin e ministrit. Nuk e ka të sakt pjesën e fillimit të procedimit dhe hetimit që bëhet për një ministr. Kemi dhe nenin 242, në cilit thot funksionari publik. Zonja Balluku nuk është funksionar publik, është funksion politik kushtetues.
Kështu që është i ndarë elementi. Nuk kemi subjekt elektoral, si ministër mund të kemi edhe një që nuk është subjekt elektoral. Apo jo? Patjetër. Dhe ai fiton atributet. I ka të tëra të fuqinë e vet sepse është një person i emëruar, dekretuar, nga momenti që merr postin e ministrit. Kështu që Petra, e pyetje, sepse po shkojmë drejt fundit afërsisht. Përse zgjasin kaq shumë këtë procesin? Ndaj zotit Berisha po zgjat shumë, ndaj zotit Meta duket që po zgjat, zoti Velia gjithashtu po shkon drejt një vit që është i arrestuar. Zonjë Balluku jemi në fillim. Është pjesa e procedurës. Është normale zgjatja apo kemi të bëjmë me një ngërç në sistem? Ja, ngërçi është ky. Në momentin që përfundojnë hetimet, u komunikohet akuza, struktura e posaçme është e detyruar t'i pajisë me një kopje të akteve. Kjo është normale, është e drejtë. Dëgjon, është e drejtë. Është e drejtë ligjore, patjetër. Tani, ky 10 ditëshi nuk mjafton që të bësh kundërshtitje asaj dosje. 10 ditë ka kodi procedurës penale. 61.000 flet apo 70.000 flet, sa ka ajo, a mund të lexohen për 10 ditë që të bësh kundërshtim me një memo e tjera që mund t'i paraqesësh organin e akuzës? Nuk bëhet. Pra mbrojtja do shumë kohë. Do kohë që ashtu, pra duhet ndërhyrë të pjesa i këtij 10 ditëshi të kodit të procedurës penale. Kemi dhe afatin tjetër. Në momentin që i shkon gjyqtarit të seancës paraprake, ka dhe i afatet e vetë. Edhe i do kohën e vetë. Kështu që edhe i do kohën e vetë, palët duan kohën e vetë, ka një ngërç dhe mendoj që këtë radhë, këto defekte të cilat dolen, do të merren dhe do të ezaurohen në pjesën e rregullimit të kodit të procedurës penale. Kështu që ngelet për të parë në ditën e vazhdim. Unë di që si zoti Berisha, si zoti Meta dhe zoti Veliaj do të futen me gjykim të zakonshëm. Dhe duke u futur me gjykim të zakonshëm, do të kemi një stërzgjatje të procesit. Do të kemi pjesën... Sa vjet parashikon të që mund të zgjaten? Minimumi 2 vjet është... Më pakta. Më pakta është minimumi 2 vjet. Më pakta, po të them. Se ti e shikon që zoti Mediu, i cili ka një hapësirë, ju e shikoni se sa ko ka vajtë. Pse? Se ka kërkuar eksperta, ka kërkuar dëshmimtar, e tjerë, që dorëzojnë provat të tjera, gjenden provat të reja. Kështu që s'duam, procedura është e tillë. Dhe nëse një nga pikat e kërkimit që ndihmojnë zbardhjen e së vërtetës nuk ja kundërshton gjykata, ta rrëzon një gjykatë tjetër më e lartë, sepse gjykata e ligjit, e cila është gjykata e lartë, edhe gjykata kushtetuese, pastaj ke Strasburgun. Kështu që në këto kushte që jemi, mendoj që duhet ndërhyrë patjetër në pjesën e procedurës. Në raste të tilla kështu do të jenë edhe këto gjykime. Sidomos që në rastin e zotit Meta, e cila ka një volum të jashtëzakonshëm materialesh, do të ketë një vazhdimsi dhe një zgjatje pa fat që mendoj në këtë situatë. Petra, ndërkohë kemi goditje të bujshme këto që ka bërë SPAK, patjetër në bashkëpunim me GKK-n, zoti Meta, zoti Berisha, zoti Veliaj, zonja Balluku që është në fillimet e këtij procesi. Priten goditje të tjera, është një pyetje shablon që bëhet në çdo studio, dua ta bëj dhe unë. Pra, çfarë na pret në 2026? Ma ke bërë disa herë këtë gjatë pjesës tënde, ka një vit që më thua për këtë. Dhe faktikisht disa edhe në kanë dalë. E kemi diskutuar. Kanë dalë qasi shumë. Shko, momenti është ky që në momentin që mbarojnë pjesët e hetimeve, normalisht klasifikohen personat të cilët janë të lirë dhe thriten si persona të cilët u komunikohet një akuzë dhe thriten të pandehur, edhe për persona që nuk e din, por që ka dhënë një dëshmi. Në një moment të caktuar, i thuhet, paraqitur me avokatin, se do japësh deklaratë në lidhje me këtë, në momentin që të thrasi për një procedurë tillë, dije se ke je thirrur i pandehur. Po të thanë për një situatë tillë. Kështu që hetimet janë ato formën e vet, duan kohën e vet. Duhet të dish që jemi në situata krejt të reja për sa i përket edhe Byros Kombëtare të Hetimit, edhe marrëdhënies së strukturës së posaçme, edhe pse situata është më e agravuar se ç'mund të themi e para një vitit, tani është ashpërsuar më shumë situata e cila ndihen që shumë personazhe të pandëshkueshmërisë sot gjenden në pozicione, por që do të ngelet për të parë. Unë i shikoj gjërat. Shikoj, do të ishte diçka. Shkurtimisht, se jemi në limit. Kam dëshirë që
seanca plenare e 22 janarit të bëhet në praninë e kamerave, në praninë e medias. Seancat e tjera, edhe seancat gjyqësore të vazhdojnë të jenë të hapura për median, sidomos këto 3 procese që janë nga më të mëdha. Shpresojmë shumë. Petraj, faleminderit. Kënaqësi që të kisha te tema e ditës. Me këtë intervistë erdhëm në fund të temës së ditës për sot, pas pak reklama, ndërkohë qëndroni me RTS-n pasi në orën 21 fillon edhe Fest 64. Do të jenë 4 net magjike me ekranin e RTS-s, qëndroni me ne, do keni shumë këngë dhe një natë spektakli të jashtëzakonshme. Bashkë takohemi përsëri nesër.